Albin Kurti, Bedri Hamza dhe Lumir Abdixhiku janë tre kandidatët kryesor për kryeministër. Hajde u akqyrim pak biografin. Po e filloj me Albin Kurtin pasi është më i votuari në zgjedhjet e fundit. Para se me vazhdu, mos harroni ma bë follow. Kurti ka të kryer bachelorin. Është inxhinier i diplomuar në telekomunikacion dhe informatik. Ka qenë i angazhuar si sekretar në Unionin e Studentëve dhe mbahet mend gjithsesi si një prej figurave më të rëndësishme të protestës së tetorit të vitit 1997. Më vonë punon në zyrin e UÇK-s në Prishtinë, që udhëhiqej nga simboli i rezistencës Adem Demaçi. Arrestohet nga Serbia, ku mban disa vite burg politik, ndërsa lirohet në vitin 2001. Lavdërohet për qëndrimet e tij gjatë gjykimit në Serbi. Pas luftës, Kurti themelon fillimisht KAN-in e pastaj lëvizjen vetëvendosje. Ka qenë deputet për disa mandate dhe është kryeministër në 5 vitet e fundit. E mban rekordin si njeriu më i votuar në historinë e Kosovës. Përveç shqipës, Kurti flet anglisht dhe serbokratisht. Vazhdojna me Bedri Hamzën. Është i diplomuar në ekonomi dhe mban titullin e doktorit të shkencave në ekonomi. Para luftës ka punuar si kontabilist në Gigantin Trepça. Hamza është politikan karriere. Për gati 2 dekada Hamza ka mbajtur poste të larta në qeverinë Hashim Thaqit dhe më pastaj të Ramush Haradinajt. Fillimisht ka qenë zëvendës ministër dhe pastaj ministër i financave, për çka shpesh është lavdëruar si financier i mirë. Nga aty, Hamza u zgjedh shef i BÇK-s, një nga institucionet më të rëndësishme të Kosovës. Hamza vlerësohet gjithsesi si një teknokrat i mirë dhe politikan jo përçarës. Në vitin 2021 Hamza doli fitues në garën për Mitrovicën e Jugut. Kjo fitore e shndroi Hamzën në një prej figurave kryesore të PDK-s. Ai kandidon për herë të dytë për kryeministër, veç se kësaj radhe është edhe kryetari i PDK-s. Edhe Lumir Abdixhiku kandidon për herë të dytë për kryeministër. Abdixhiku është ekonomist. Më saktë Abdixhiku ka të përfunduar doktoraturën në Angli. Çka mbaj mend prej temës së Abdixhikut është hyrja në këtë temë. Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit është fjalia e tezës së Abdixhikut që ishte bërë virale vite më parë. Për vite Abdixhiku ka qenë një nga penat më të dalluara në çështjet ekonomike në Kosovë. Ishte kolumnist i rregull në kohëditore. Para se të shndrohej në politikan, Abdixhiku ka qenë ligjërues në Reinvest, diku një prej institucioneve më të respektuara ekonomike. Abdixhiku lavdërohet për punën si ministër i infrastrukturës në qeverinë e shkurtër Kurti 1. Në vitin 2017, Abdixhiku u zgjedh për herë të parë deputet, ku spikati me disa debate në kuvent. U zgjedh kryetari i LDK-s në vitin 2021, në kohën kur LDK-ja ishte dërmuar elektoralisht. Në 4 vitet e fundit, Abdixhiku vlerësohet për rritjen e LDK-s dhe triumfin e dy fesht në Prishtinë.